Përshëndetje gocani, përshëndetje, kjo ishte darka jonë për mrem. Unë nuk kam edhe mrem asin video se isham shumë keq, me dhimbje koke, me dhimbje të qafa, shpatullat në të ftotët, se si që kam thënë unë vuaj nga spilatroza. Tu po skuqim qepën dhe një kokër urdhër, edhe këtu mora 2 salqiqe, i hapa, i mora vetë mishin brenda, se më duhesh vetë mishi. Kam qenë shumë keq, edhe sot në mëngjes ashtu ishëm, nga dhimbje kokës, pastaj më ngrit dhe një qik tensioni, që unë nuk vuaj nga tensioni lartë, po nga sikleti besoj. E shtypi mishin kështu me pirua. Edhe sot jam në punë si ai droguari, po hajde më, ja edhim dhe salqiqen këtu, bashkë me qepën edhe urdhrën, pastaj shtojmë 2 kunguj të prerë në copëzat vogla, edhe i ka përdisim, derisa nuk i kam shtuar as ujë as një gjë, i lash me flak të ullët, që kungulli u beti me ujin e vetë që lëshoj. Ju si keni kaluar, si jeni, si dukeni. Tu i kam shtuar panën, pas e ishin ka përdisur mirë. I kam shtuar 2 pana të vogla. Edhe kështu vazhdoj me radhë procedurën. Besoj se ju jeni mirë, ju uroj një ditë sa më të bukur, sa më të këndshme, kush është në punë me katleta, dhe dua të falenderoj gjithë shoqërinë time për gjitha komentet. Këtu kemi edhe spagetit, për gjitha komentet e bukura që më shkruajnë çdo ditë, dhe kërkoj ndjes që unë jo të gjithëve ju kam kthyer përgjigje, ma jo se nuk dua, unë komentet i kam parë, nuk kam kohë të them të vërtetën. Mos ma merrni për keq, unë ju falenderoj nga zemra për gjithë shka, edhe për mbështetjen që ju mi jepni, dhe për fjalët e bukura, dhe për çdo gjë. Ato mesazhet tuaja mua më ngrenë moralin, ndihem më mirë, të them të vërtetën, dikush që për shkakun më ofendon apo shan. Edhe mesazhet tuaja megjithmonë më japin kënaqësi. Po megjithmonë nuk e besoni, jam shumë, kam qenë shumë keq me, edhe sot ashtu jam, thash, me zi po rrin kem, po jam në punë gjithsesi, dhe ja darka jonë njerëz të mirë. Ju përshëndes, kalofshi bukur, edhe shihemi në videon e radhës. Ciao, kishin dalë super, i provoni, janë shumë të thjeshta. Ju përqafoj gjithë të gjithëve. Ciao.